Besimtari që dha sadaka në 3 njerëzit e gabuar. Transmetohet se një njeri, i cili ishte i devotshëm, vendosi të japë sadaka natën. Qëllimi ishte që njerëzit mos e shikonin. Natën e parë, gjen një grua në rrugë që dukej se kishte halle. I jep sadakan, mirë po të nesërmen kupton se ja kishte dhënë një gruaje që shiste moralin e saj. Natën e dytë shikon një burr i cili ishte i mërzitur. I jep sadakan. Mirë po të nesërmen kupton se sadakan ja kishte dhënë një hajduti. Natën e tretë jep sadaka, mirë po të nesërmen kupton se sadakan ja kishte dhënë një njeriu të pasur. Mund të mendojmë që sadakaja ka shkuar në njerëzit e gabuar, por ajo që ndodhi është e habitshme. Pasi mori sadakan, gruaja që shiste moralin tha: "Unë nuk kam nevojë të bëj moralitet se ka risk për të gjithë." Hajduti tha: "Unë nuk kam nevojë të vjedh pasi risku është i madh për të gjithë." Ndërsa i pasuri, pasi kuptoi se pasuria nuk është gjithçka, filloi të jap sadaka edhe vetë. Risku dhe furnizimi do e ndjek njeriu derisa të vdes. Zot, na furnizo, na begato dhe na falë mëshiro. Amin.